Nuk ndalojnë reagimet politike ndaj retorikës nacionaliste të kryetarit të gjykatës kushtetuese Darko Kostadinovski, i cili gjatë javës tha se nuk duhet të përdoret gjuha shqipe në ndryshimet e ligjit për trafikun rrugor ku diskutua për Safe City-n. Nga vlen thonë se këto deklarata shoviniste të mendësisë së kaluar ulin edhe më tej besueshmëri në sistemin e drejtësisë. Kreu grupit parlamentar të koalicionit qeverisës Bekim Çoku tha se shprehjet e tij nuk kishin të bëjnë as pak me debatin që u shqyrtua në seancën për kushtetueshmërinë e disa nenëve të Safe City-t, ku rrëzuan dy iniciativa të dy ASH-ve. Ky person njollos gjykatën kushtetuese me deklaratat që nxisin debat pa nevojshëm nacionalist, sidomos kur prekin një nga çështjet tona më të rëndësishme identitare siç është gjuha. Ai nuk ka nevojë për këtë lloj protagonizmi kur e dim që gjyqësori gëzon një besueshmëri kaq të ulët, ai kontribon edhe më që mos i besohet këtij gjyqësori, pra të pareformuar, edhe minon edhe sidomos besueshmërinë e komunitetit shqiptar për këtë institucion kaq të lartë të drejtësisë. Për opozitën shqiptare më shqetësuese është heshtja e pozitës shqiptare brenda institucioneve përballë refuzimit të zbatimit të gjuhës shqipe. Antarja e kryesisë së integristëve Liridona Beqiri tha se nuk mjafton vetëm një reagim i vonshëm në rrjetet sociale, por nevojitet një veprim dhe presion institucional për ta mbrojtur këtë drejtë. Ajo tha se çdo përpjekje për ta mohuar ose relativizuar këtë drejtë cënon dinjitetin e shqiptarëve dhe sfidon frymën e bashkëjetesës që mban të bashkuar shtetin. Kur një gjykatës kushtetues flet me gjuhën e frikës nga barazia, ai në fakt nuk po e mbron kushtetutën, po bën autopsinë e saj, dhe kjo padyshim që është një mendësi që refuzon të pranojë se nuk ringjallen më dot fantazmat e një epoke që historia e sotmja dhe projekti evropian i Republikës së Maqedonisë së Veriut e ka tejkaluar dhe ka refuzuar vendosshmërisht. Deklarata e tij në fakt dëshmoi që Safe City është më shumë se një radar për shpejtësinë. Ai nuk kap vetëm shpejtësinë e makinave, po kap edhe mlefin e gjithë atyre që nuk e duan gjuhën shqipe, kap edhe ankthin e vjetër institucional që shqipja si e drejtë në fakt ngren rendin zyrtar dhe që e shohin atë si shkelje e kufirit të shpejtësisë politike. Reagime të shumta pati edhe nga ASH-ja e Selës dhe ASH-ja e Taravarit, të cilët një zëri me BDI-n kërkojnë tërheqjen e Kostadinovskit nga kreu kushtetueses, duke shprehur shqetësimin se një gjykatës ka kish përdorur foltoren e organit më të lartë të drejtësisë për deklarata të shfrenuara politike. Vitin e kaluar kishte interpelancë të ngritur nga deputetët e BDI-s për shkarkimin e Kostadinovskit nga kreu kushtetueses, por nuk u votua nga VMRO Vlen dhe Znam, as për ta futur në rend të ditës në seancën e 59. Ka vlen për këtë thonë se gjykata kushtetuese është organ i pavarur dhe se do të ishte një prezident i rrezikshëm nëse shkarkimi i Kostadinovskit ishte futur në votim në kuvend.